kush janë yjet që sapo kanë bërë zgjedhje të shkëlqyer. Klishe ose jo, futbollistët tanë duket se përpos futbollit kanë pasion edhe shpejtësinë. E përpos kësaj, yjet e futbollit ton po e bëjnë edhe zgjedhjen e njëjtë, kur është fjala se ku më e bë blerjen e dur për veturat e tyre të reja. Futbollistët e mirënjohur, të shpejt në fush, preferojnë edhe vetura të shpejta. E për këtë kanë vendosur të përzgjedhin autosheretin. Arpnor Muja, ylli ndërkombëtar i futbollit dhe krenaria e Federatës Shqiptare të Futbollit, ka përzgjedhur Mercedes GLE AMG Coupe 2025 si shoqëruesin e tij në rrugët e suksesit. E Albion Rahmani, pas sukseseve të shumta, vendosi t'i bëj vetes një super dhuratë, të merituar në çdo aspekt. Një Mercedes AMG GT 63S. Edhe Milot Rashica ka zgjedhur autosheretin për t'i bërë dhuratë babait të tij veturën Mercedes GLE 450 D Coupe 2025. Në shenjë respekti e mirënjohja. Makinat të tilla janë kombinim perfekt i fuqisë dhe elegancës, të projektuara për ata që dinë ta vlerësojnë më të mirën. Vetura që ke qef me i pa rrugëve të qytetit i gjeni te autoshereti. Vetura që i përshkruan si klasë dhe performancë, nuk janë vetëm një mjet transporti, por një simbol i arritjeve dhe ambicjeve. E nëse edhe ju jeni admirues të veturave të fuqishme, të bukura dhe adhuroni aventurat me vozitje, kërkoni dhe zgjedhni atë që dëshironi te autoshereti, sepse aty ju gjithmonë do të dilni fitues. Tregoni në komente se cila është vetura juaj e ëndrave. Autoshereti po ju përcjell.